Këshilli komunal ka funksionuar si një makineri partijake, nuk ka pas debat, ka pas ma tepër hudhje fjalësh në njëri tjetri se sa ndonjë debat konstruktiv. Tri shtyllat kryesore që janë pjesë e plan programit tuaj politik. Vijat tona të kuqe janë çështjet negative në qytet që duhet të ndalen. Për shembull, keni qenë shumë të zënshëm për kaosin urban, mungesën e parkingjeve, heqjen e shtegut të biçikletave. Do t'i ngrisni si çështje këto përsëri në këshill? Por pyetja që shtrohet është e thjeshtë. A do të arrijë MMPT, siç e thrasim shkurt, të jetë pjesë e vendimarrjes dhe çelës i hapjes së rrugës për një qytet të zhvilluar, të pastër dhe transparent?